Tu kena mishavinën. O zot, çfarë më kam? Ke e certifikume? Po, vërtet jam shumë e kënaqur nëse i lumtur, sepse mishavina ndër ushqimet, me sa di unë 4 ushqime në gjithë Shqipërinë që ka marrë certifikate për autenticitet, po, ushqim traditë shqiptar. Autentik, i zonës Kelmenit. I zonës së Kelmenit. Kjo është djathi, e di se qa mishavina, po ta provosh mishavinën tonë. Po, se kam... Në fakt, për me bë mishavinën, duhet të spari me zonë djathin e pavlu, si që thome, pjesa tjetër a thami e djathit e ndru, pra nuk guxon me vu djathin kun tjetër vetëm me ndrasa, që kena pas ban bjeshk, e kujtoj edhe se deri 5-16 vjeç që kemi shku bjeshk. Dhe për vetëm me i tha, pastaj ka edhe procesin e kripjes, duhet me krip. Dhe në fund që a më rëndësishmja është pjesa e kësajna, e drunit. Pra, për me dalë me shavin, du të mu stazhinu në drun. Krejtë edhe qia mjetet shumë gjatë në fakt, shumë të huja, se ka pasë rasti s'ka nërë italian o francez, e kanë barazu me gorgonzolën, me grando padane, me lani fije për mu, tha ma shumë, kjo do të thotë që malësorët kanë ditë me bo gorgonzolën para italianë. Po në fakt...